Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi në Beograd se Kroacia dhe Slovenia kanë qenë mbështetëset kryesore të propozimit për heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, ndërsa Franca dhe Hungaria janë kundërvënë. Vučić tha gjithashtu se Kroacia ka një strategji doktrinore për të dobësuar shtetin serb, ndonse sipas tij, ai u dëshiron të gjithë të mirat. Ai u shpreh se rrëzimi i tij nga pushteti është qëllimi prioritar i Kroacisë, sepse sipas tij ata e konsiderojnë atë si gjën më të keqe për interesat e tyre afatgjata. Sipas Vučić, kjo gjithashtu nuk kupton se ai është gjëja më e mirë për Serbinë. Unë dëshiroj atyre vetëm të mirën, jam i bindur se Serbia dhe Kroacia do të duhet të kenë marrëdhënie shumë më të mira në të ardhmen, shtoi ai, raporton media kroate Direkt No. Vučić tha se gjatë vitit të fundit në mediat kroate janë botuar mbi 25.000 tekste kundër tij, vetëm rreth 50 prej tyre kanë qenë neutrale dhe asnjë pozitiv. Ai kritikoi gjithashtu faktin që në Serbi nuk po përmendet roli i Francës në mbështetje të Serbisë në takimin e kësaj jave të Këshillit të BE-s për punë të jashtme ku Parisi u kundërvu heqjes së sanksioneve ndaj Kosovës. Franca dhe Hungaria u kundërvuan dhe propozimi nuk kaloi. Hungarezët këtu i lavdërojnë të gjithë për shkak të kryeministrit Orban, por askush nuk po thot se edhe francezët ishin në anën tonë e ishin. Edhe italianët kanë dërguar letër për të hapur kapitujt 3 në negociatat Serbi-BE. Pse nuk u thuani qytetarëve se Franca dhe Italia janë miq tanë, pavarësisht dallimeve rreth Kosovës, tha Vučić. Ai u bëri thirrje qytetarëve të Serbisë që të mos i quajnë gjermanët nazist, duke theksuar se kjo jo vetëm që nuk është e vërtetë, por i shkakton dëm të madh Serbisë.